Gjyqtarët shqiptar kanë folur për herë të parë hapur mbi krizën e thellë në sistemin e drejtësisë, duke cilësuar situatën si emergjente, pas gati një dekade nga miratimi i reformës në drejtësi. Në një mbledhje urgjente të zhvilluar pas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja në sallën e gjyqit, ndërtuesit më të lartë të gjyqësorit ngritën alarmi për kolapsin institucional dhe mungesën e sigurisë. Kryetari i Gjykatës së Lartë Sokol Sadushi pranoi se drejtësia shqiptare nuk është në nivelin që shoqëria pret. Ai theksoi se vonesat në gjykim, zvarritjet procedurale dhe mungesa e arsyetimit të vendimeve kanë dëmtuar besimin publik. Sadushi foli dhe për gjykatat në gjendje të mirueshme, mungesën mbështetje nga shteti dhe dobësinë në funksionimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Përpara se të akuzojmë të tjerët, duhet të pranojmë se kemi të shtuar edhe vetë, deklaroi ai, duke kërkuar që gjyqtarët të mos heshtin më përballë ndërhyrjeve politike dhe akuzave publike. Në të njëjtën kohë, kryetari në detyrë i Gjykatës së Lartë, Gert Hoxha, kritikoi procesin e vettingut që sipas tij është bëri i paqartë dhe rrahskapitës. Ai theksoi se procesi ka përgjysmuar trupën gjyqësore dhe ka sjellë ngarkesë të papërballueshme, me vetëm 265 gjyqtar aktiv nga 417 të parashikuar. Hoxha shtoi se shumë gjyqtarë funksionojnë në ambiente të papërshtatshme, ndërsa siguria për gjyqtarët është bërë çështje etike pas ngjarjes tragjike në apel. Edhe kreu i Gjykatës së Posaçme Erion Bani e përshkroi situatën si demoralizuese dhe kërkoi rritje të masave të sigurisë për magjistratët. Në fund, mbledhja e gjyqtarëve miratoi një deklaratë ku theksohet se drejtësia nuk mund të jetë e pavarur pa kushte minimale pune dhe sigurie. Kjo është era e parë që trupa gjyqësore jetë një goditje të drejtë për drejtë qeverisë së Edi Ramës, duke kërkuar që majoranca të marrë përgjegjësinë për gjendjen alarmante të sistemit.